Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Këto janë 5 gabime që bëjnë gratë mbi 50 vjeç kur lyejnë flokët. Kujdesi ndaj flokëve të lyer është më specifik në krahasim me kujdesin e flokëve të palyer, por shumë femra, edhe pse ndryshojnë ngjyrën e tyre të flokëve, në sallon vazhdojnë t'i lajnë dhe t'i trajtojnë flokët sikur të mos i kishin lyer. Ne këtu do t'ju rendisim gabimet më të shpeshta që bëjnë femrat pasi lyejnë flokët, gabimet të cilat çojnë deri në daljen e bojës sikur të mos i kishin lyer fare. Gjithashtu, këto gabime janë më të shpeshtat pasi ato do të çojnë edhe në dëmtimin e flokëve, prandaj herën tjetër tregoni të kujdesshëm dhe mbajini shënim. Mos i lani flokët deri në 72 orë pasi t'i keni lyer. Prisni deri në 3 ditë që rrënja e flokut ta përthith më mirë bojën, në mënyrë që kjo e fundit të zgjasë sa më shumë. Mos i lani flokët shumë shpesh dhe përdorni produkte për flokët të lyer. I shpëlani flokët me ujë të nxehtë, kur në të vërtetë shpëlarja e fundit duhet bërë me ujë të ftohtë. Nuk përdorni balsam. Ky produkt krijon një shtresë mbrojtëse për flokët, që mund të pengojë shpëlarjen e bojës. Përdorimi i tepruar i mjeteve të nxehta pa përdorur sprajt mbrojtës. Lyerja e flokut është një nga veprimet që ndihmon për të patur një ndryshim në pamjen e jashtme. E rëndësishme është që boja të qëndrojë sa më gjatë dhe ju duhet të kujdeseni që të mos bëni gabime të cilat ndikojnë në shpëlarjen e ngjyrës së flokut. Mos i lani flokët menjëherë ditën kur i keni lyer. Prisni të paktën deri në 72 orë. Prisni deri në 3 ditë që shtresa e kutikulave të mbyllet plotësisht dhe të përthith molekulat e bojës. Mos i lani flokët më shpesh se 2 javë. Armiku më i keq kundër bojës së flokëve është pikërisht uji. Pasi të keni larë me shampo flokët, lini që uji të rrjedhë vetëm disa minuta në flok, pra jo për shumë gjatë. Uji i nxehtë dëmton shtresën e jashtme të kutikulës dhe kjo është një nga arsyet më të zakonshme e cila lidhet me zbehjen e ngjyrës. Sa më i nxehtë të jetë uji që shpëlani flokët, aq më shpejt do të zbehet edhe ngjyra. Përdorni gjithmonë një balsam për flokët pasi e keni lyer. Me shumë gjasa, flokët tuaj janë më të brishtë dhe të thatë. Balsami ndihmon në krijimin e një pengese mbrojtëse e cila mund të pengojë ngjyrën tuaj të shpëlahet shpejt. Thajini mirë me peshqir para se të përdorni tharsen e flokëve. Aplikoni gjithmonë një spraj kundër nxehtësisë para se të përdorni mjete të nxehta si pjastra apo masha për të stiluar flokët. E fundit, por jo më pak e rëndësishme për shëndetin e flokëve tuaj, siguroni që të kalojnë 6 javë nga lyerja para se të lini një takim tjetër në sallonin tuaj të bukurisë. Në shumë raste, femrat e realizojnë edhe lyerjen e flokëve në kushte shtëpie duke mos ju drejtuar parukierëve të specializuar për këtë proces. Edhe nëse flokët tuaj nuk ja besoni dot një parukierie për shumë arsye, atëherë ju duhet të tregoni kujdes gjatë realizimit të kësaj pune në shtëpi. Me blerjen e bojrave ju mund të arrini pa problem rezultate profesionale dhe të kurseni kohë dhe para. Gjithashtu, kjo nuk do të thotë që kësaj detyre nuk duhet t'i qaseni seriozisht pasi gabimet mund të jenë të shumta. Këto janë gabimet më të zakonshme që bëjnë femrat kur është fjala për ngjyrosjen e flokëve të cilave duhet t'i tregoni shumë vëmendje. E përhapni ngjyrën gabimisht. Përveç se nëse bëhet fjalë për ngjyrosjen e parë të flokëve, ju nuk mundeni që thjesht vetë ta shpërndani ngjyrën si të dëshironi. Madje edhe aplikimi një trajtshëm i ngjyrës është një gabim, sepse në flokët që nuk janë trajtuar me ngjyrë rrënja, ngjyra duhet të qëndrojë më gjatë. Së pari aplikojeni ngjyrën në pjesën më afër majës së kokës.
Prisni 10 minuta dhe pastaj aplikojeni në të gjithë flokët. Nëse gjithmonë i ngjyrosni flokët me të njëjtën ngjyrë, mund të ngjyrosni edhe vetëm rrënjët. Nuanca e gabuar sjell rezultate katastrofale. Kjo është veçanërisht e vërtetë për njerëzit bjond dhe ato që duan flokë të kuqe. Nuk ka rëndësi nëse vajza në pakon e bojës duket e mrekullueshme nën flokët e saj të verdhë, me rëndësi është se si ngjyra do të reagojë në kontakt me flokët tuaj. Nëse doni rezultat të mirë dhe jo flokë të gjelbër apo me ngjyrë të verdhës së vezës, para ngjyrosjes në shtëpi konsultoni me parukeren. Ngjyrosja në shtëpi. Mos thoni që vërtet nuk mund t'i ndani 50 minuta për t'i ngjyrosur flokët siç duhet. Femrat shpesh e lënë ngjyrosjen e flokëve në shtëpi për moment të fundit, gjë që sigurisht çon në rezultate të dobta. Nëse nuk keni kohë për t'i lyer flokët siç duhet atëherë atë ditë, më mirë mos t'i lyeni fare. I harroni fytyrën dhe qafën. Të gjitha femrat që i lyejnë flokët me ngjyrë kafe ose të zezë me siguri të paktën disa herë janë ballafaquar me këtë problem. Ngjyra ka dalë mirë, por njollat janë në vesh, në qafë dhe në ballë kudo. Nuk mund të hiqen me ditë të tëra. Për të shmangur këtë kurrësi mos harroni që ta lyeni lëkurën përgjatë skajeve të flokëve me ndonjë krem më të yndyrshëm ose edhe me vazelinë. Si të ruani më gjatë ngjyrën e flokëve të lyer? Flokët e lyer janë një fenomen më së i përhapur dhe tashmë jo vetëm tek gratë, por edhe tek burrat. Dikush për të mbuluar thinjat e të tjerë për të ndryshuar stilin në përditshmëri. Me siguri të gjithë ju që lyeni flokët e keni parasysh ndjesinë e flokëve plot shkëlqim dhe të freskët kur sapo i keni lyer apo sapo dilni nga parukerja. Po kështu e dini se kjo ndjesi zgjat deri në larjet e para, pasi ngjyrat e flokëve fillojnë edhe zbehen dhe tjetërsohen me kalimin e javëve. Për këtë problem, ne ju sugjerojmë disa zgjidhje tepër të lehta. Zgjidhni shampon e duhur. Një nga shkarkuesit e ngjyrës të flokëve tuaj është shampo. Por, apo përdorni vërtet të duhurën? Keni parasysh që të përdorni një shampo e cila është krijuar për flokë të lyer. Kjo do të thotë më shumë ngjyrë dhe butësi në flokët tuaj. Kujdes me ujin. Uji mund të jetë një nga aleatët ose shkatëruesit më të mëdhenj të flokëve tuaj. Mësoni t'i lani flokët tuaj me ujë të vakët dhe njëkohësisht t'i mbani larg klorit kur shkoni në pishina publike. Uji shumë i nxehtë ose shumë i ftohtë ndikon gjithashtu në ngjyrën e flokëve duke shkatëruar atë më shpejt. Hidratoni. Flokët e lyer shkaktojnë shumë hidratim, ndaj bëjeni balsamin gjithë një pjesë të praktikës tuaj të larjes. Hidratimi i thellë jo vetëm që ju ndihmon të ruani ngjyrën, por t'i mbani flokët edhe në formën e tyre më të mirë duke i stiluar sipas dëshirës. Përveç balsamit, mund të përdorni edhe maska të ndryshme flokësh të cilat përgatiten në shtëpi. Merrni një gjysmë avokado, shtoni një lugë çaj vaj bajame, vitamine dhe përzjeni mirë. Me këtë maskë lyeni flokët dhe kryesisht majat e tyre dhe lëreni të veprojë për 10 minuta para se të laheni. Më pas, lani flokët si zakonisht duke përdorur një shampo miqësore me bojrat e flokëve dhe ujë të vakët siç e shpjeguam. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!